Në Manhattan të New Yorkut u organizua takimi vjetori i shoqatës shqiptare-amerikane për mbrojtje të ligjit. Në këtë ceremoni morën pjesë ambasador nga Kosova dhe Shqipëria. Hollësi nga ky takim sjell korrespondenti ynë në New York, Halil Mula. Me parakalimin e gardës së ndërrit e policisë së New Yorkut dhe intonimin e himneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, himnit kombëtar shqiptar dhe himnit shtetëror të Kosovës, në Manhattan të New Yorkut u organizua takimi vjetor i shoqatës shqiptare-amerikane për mbrojtje të ligjit. Shoqatën e përshëndeten dhe përgëzuan ambasadorja e Shqipërisë pranë Organizatës së Kombeve të Bashkuara Suela Janina dhe konsulli i përgjithshëm i Kosovës ambasador Bleri Mrek. Faleminderit së pari që na bëni krenar për kontributin që jepni edhe për miqësinë e fortë që keni krijuar ndërmjet nesh gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen edhe miqve tanë amerikanë. Të jesh në shërbim të komunitetit nuk është vetëm një profesion, por unë mendoj që është një mision që të gjithë ju e kryeni me krenari dhe me dinjitet. Ju falenderojmë për këtë në emër të Shqipërisë, Kosovës, gjithë shqiptarëve kudo që janë, edhe ju urojmë suksese. Pra, falenderit për këtë mbrëmje, për trekën në cilën unë po marr pjesë, për të shënuar një sukses, një kontinuitet dhe një kontribut të jashtëzakonshëm në zbatimin e ligjit të shoqatës amerikano-shqiptare për zbatimin e ligjit. Me këtë rast, në emër të shoqatës, kryetari Elton Shameta i nderoi dhe mirënjohu për suksesin e tyre asistenten e avokatit të shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Fatime Mekacano dhe agentin special të DEA-s Anastas Ndrenika, si dhe zonjën Fotini Alteni Kokeri për kontribut ndaj komunitetit.